Ndëruar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Çmimi i naftës ka përcen në 214 lek për litër, rritja më e madhe që nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme, frikë për shtrëngtimin edhe të produkteve të tjera. Qeveria thotë se po monitoron tregun e karburanteve, por ende nuk ka një ndërhyrje konkrete. Bordi mund të ngrihet në çdo moment për të shmangur abuzimet. Vjojmë më gjërësisht, nafta shënoi një tjetër rritje të çmimit duke ushtritur këtë të njëjtë me 214 lek për litër. Shtrëngtimi ndodhi në vetëm 2 ditë dhe tregu duket i pasigurt për shkak të rritjes së bursave ndërkombëtare. Shtrëngtimi i karburanteve pritet të sjellë rritje zinxhir të çmimeve edhe në sektor të tjerë, duke filluar nga transporti. Këtë të njëjtë çmimi i naftës në tregun vendas është rritur sërish. Në pikat e karburanteve në kryeqytet, 1 litër naftë po tregtohet me 214 lek, duke pësuar një rritje me afro 14 lek nga çmimi i 2 ditëve më parë. Madje në disa pika ku tregtohet një naftë e një cilësie më të lartë, çmimi ka shkuar deri në 217 lek. Kjo rritje vjen vetëm një ditë pasi kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me tregtuesit e naftës, ku shpreh se nuk ka nevojë për rikthimin e bordit të transparencës. Sipas tij, rritjet e deritanishme kanë qenë të moderuara dhe brenda pritshmërive të tregut, duke mos justifikuar ndërhyrje të drejtpërdrejtë nga qeveria në këtë moment. Pavarësisht kësaj, shtrëngtimi i çmimit të naftës duket se po e shtyn ekonominë vendase drejt një krize të re, të ngjashme me atë të vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë. Nafta është lëndë e parë dhe rritja e saj shkakton efekt zinxhir edhe në shtrëngtimin e shumë produkteve dhe shërbimeve, duke shtuar kostot e jetesës për familjet shqiptare dhe duke rikthyer rritjen e inflacionit. Pak ditë më parë, shoqata e transportit qytetas dhe ndërqytetas kërkoi kompensim nga qeveria për rritjen e çmimit të naftës brenda një periudhe të shkurtër. Në të kundërt, operatorët do të reduktojnë numrin e autobusëve në lëvizje. Zhvillimet në tregun vendas lidhen ngushtë edhe me luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Në bursat globale, çmimi i naftës vijon të mbetet i paqëndrueshëm, indikuar nga faktor gjeopolitik dhe ekonomik, duke reflektuar në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në çmimet me pakicë në vend. Ndërsa çmimi i karburantit pësoi një tjetër rritje të fortë, qeveria thotë se për momentin vetëm do të monitorojë tregun. Përsa i takon propozimeve të opozitës për të ndërhyrë në sistemin e taksave, ato nuk do të merren në konsiderat. Qeveria ende nuk e shikon të nevojshme ngritjen e bordit të transparencës për çmimin e naftës. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, u shpreh se ende po monitorojnë çmimet. Mekanizmi është aty, mund të ngrihet me një herë, me një vendim të Këshillit të Ministrave. Kemi vlerësuar që me anë të komunikimeve dhe le të themi mesazheve me grupet e interesit të shoqatave hidrokarbur, ato ta kuptojnë edhe vetë rëndësinë në mënyrë që mos të ngrejmë me një herë bordin e transparencës. Është aty, mund të ngrihet shumë shpejt, por akoma nuk është vendosur një gjë e tillë. Sa i përket propozimeve konkrete të opozitës për uljen e akcizës dhe taksës së qarkullimit, ministri Karakaçi sqaroi se modeli që ndjek vendi ynë prek vetëm ata që përdorin më shumë automjetet. Disa e segmentojnë në pikat e karburanteve ndaljen e taksës së qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja e taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë sepse paguajnë më shumë taksë ato që përdorin më shumë mjete. Pas mbledhjes, Karakaçi bëri me dije se është miratuar dhe marrëveshja për ngritjen e një nën stacioni nën toksor për furnizimin e kryeqytetit me energji elektrike. Ndërsa nafta sa vjen e bëhet më shtrenjtë, Partia Demokratike propozon masa konkrete për uljen e çmimit. Opozita kërkon uljen e taksës së qarkullimit si dhe zbatimin e modelit të akcizës së detyrueshme. Partia Demokratike ka depozituar 2 projekt ligje në kuvend që synojnë uljen e çmimit të naftës. Kryetari i Komisionit Ekonomisë në Bozdo shpjegoi në një konferencë me gazetarët se Shqipëria në këtë situatë vështirë duhet ul taksat që rëndojnë mbi naftën, duke ndjekur modelin e vendeve anëtare të BE-s si Italia. Uljen e taksës qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013, përpara se qeveria Rama ta katërfishonte atë.
Aplikimin e modelit të akcizës së ndryshueshme, sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku tepritja e TVSH-s nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen automatike të akcizës, zbatimi këtyre masave do të cilëte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2000 lekë për litër që shitet sot, në të paktën 175 lekë për litër. Sipas Partisë Demokratike është emergjente ulja e taksave pasi ato përbëjnë 65% të çmimit të karburantit në Shqipëri. Çdo qytetar paguan 1200 lekë të vjetra taks për çdo litër naftë karburant që konsumon, duke bërë Shqipërinë një ndër vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantin dhe si rrjedhoi me çmimet më të larta të karburantit në Evropë. Partia Demokratike akuzoi qeverinë për dështim në menaxhimin e rezervave të naftës, pasi ato në vendin tonë mbulojnë vetëm 30 ditë, ndërkohë që standardi i Bashkimit Evropian kërkon mbulim për 90 ditë. Nga Brukseli, ku mori pjesë në samitin e Partisë Popullore Europiane, Sali Berisha tha se Shqipëria është në udhkryq për sa i takon integrimit. Ai bëri përgjegjës kryeministrin Rama, që sipas tij po mbron me forcë aferat korruptive ku është përfshirë edhe vetë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Brukseli akuzoi qeverinë se po e nxjerr Shqipërinë jashtë rrugës evropiane. Berisha, i cili po merr pjesë në samitin e Partisë Popullore Evropiane, shfrytëzoi takimet në Bruksel për të përcjellë qëndrimin e opozitës në raport me situatën ku ndodhet vendi. Zhvillimet në Shqipëri janë zhvillime dramatike të cilat në çdo aspekt e nxjerrin Shqipërinë jashtë hapësirës europiane. Berisha ka veçuar si dy prej çështjeve me më shumë ndikim në procesin e integrimit hetimet e SPAK-ut për ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku dhe hetimet për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Çështja Belinda Balluku është çështja Rama. Marrëdhëniet me ndërkombëtarët dhe me mbar komitetin dhe me shqiptarët të Edi Ramës janë përmbysur për shkak se dosja Balluku është dosja Rama, dosja Akshës, dosja familjare e Edi Ramës. Në këtë aspekt, Edi Rama është në rreth të kuq dhe i pashpres. Berisha nga Brukseli u bëri thirrje qytetarëve të reagojnë kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama e t'i bashkohen protestës së opozitës ditën e diel. Fryzoj këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritjen tonë paqësore të ngrem zërin fuqishëm, të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri proteste, zëri kryengritjeve paqësore shqiptare. Opozita përgjatë muajve të fundit ka zhvilluar 5 protesta kombëtare para godinës së kryeministrisë dhe një para parlamentit, në ditën që Partia Socialiste refuzoi kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Freedom House e rendit Shqipërinë në vendin e 69 me një përmirësim fare të lehtë. Raporti i fundit thekson se vendi ynë përballet ende me problemin shqetësues të korrupsionit në nivele të larta. Theksi vendoset gjithashtu edhe te klima e polarizuar politike. Shqipëria cilësohet sërish si një vend pjesërisht i lirë nga raporti i fundit vjetor i organizatës Freedom House me Selina Washington. Vendi ynë renditet me 69 pikë nga 100 në total, krahasuar me 68 pikë që u vlerësua vitin e kaluar, teksa rritja shihet me ritme të ngadalta. Sa i përket të drejtave politike, Shqipëria është vlerësuar sërish me vetëm 28 pikë, ndërsa të drejtat civile kanë marrë 41 pikë, një më shumë se në vitin 2025. Freedom House thekson se korrupsioni dhe rishfetet mbeten ende shqetësimet kryesore që duhet të adresohen. Shqipëria ka një rekord zgjedhjesh konkurruese. Megjithatë, partitë politike janë shumë të polarizuara dhe shpesh të organizuara rreth eksponentëve kryesor. Liria fetare dhe liria e tubimit në përgjithësi respektohen. Korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha, megjithse qeveria po punon për të adresuar korrupsionin në gjyqësor. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e para, ndërsa ndiqet nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, Kosova, Bosnia Hercegovina dhe e fundit Serbia. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur ish-drejtuesin e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ai akuzohet se punsoi në shkelje të ligjit Muçi Shaljani, një nga 2 viktimat e atentatit mafioz të Rinasit.
Ish-kreu i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Artiol Saliasi është marrë i pandehur për punësimin në AMP të Muçi Shaljanit, që mbeti viktimin e atentatit mafioz së bashku me shokun e tij Gilman Dodani më 11 nëntor të rreth rrotullimi i Rinasit. Saliasi akuzohet nga Prokuroria e Tiranës dhe nga AMP për shpërdorim detyre. Gjithashtu i pandehur është marrë dhe Gëzim Sala, drejtori i financës dhe shërbimeve mbështetëse pranë AMP. Ky i fundit më herët u pëzullua nga detyra, por me vendim të gjykatës së apelit, ai është rikthyer në detyrë, por hetimet ndaj tij vijojnë. Hetuesit kanë dyshimet e forta për mënyrën se si Muçi Shaljani u punësua në kundërshtim me ligjin brenda AMP, punësim që u bë me firmën e Artiol Saliasit dhe Gëzim Salës. Sipas organit të hetimit, Sala ka lejuar punësimin e Muçi Shaljanit si agent pranë AMP vetëm 6 ditë pas kërkesës që ai kishte paraqitur pranë këtij institucioni. Në shkresën e miratimit, Sala argumentonte se punësimi i Muçi Shaljanit duhet bërë me urgjencë për nevoja pune. Sipas burimeve, punësimi i tij është realizuar në dakordsi dhe me miratimin e Artiol Saliasit. Ka dyshimet e forta se rekrutimi i Muçi Shaljanit në AMP nuk ka qenë rastësor, por është bërë me qëllime të tjera që nuk kanë të bëjnë me profesionin, por për të shërbyer grupeve kriminale. Edhe pse viktima njihej për kontaktet e tij me botën e krimit, kjo nuk e ka penguar që të punësohej pranë AMP. Madje dyshohet se për këtë qëllim është gjetur eksaktësisht dhe funksioni që u dha që të kishte të bënte me vëzhgimin. Muçi Shaljani është një nga viktimat e masakrës në atentatin e Rinas. Ai u qellua me breshëri plumbash së bashku me shokun e tij Gilman Dodani, sapo ishin kthyer nga Spanja. Dani ishte krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe atentati ndaj tyre dyshohet se u bë për shkak të përplasjeve të bandave kriminale. Një operacion policor ka zbuluar rreth 4.000 bimë kanabis sativa të kultivuara në ambiente të mbyllura në fshatin Kurtaj në Peqin. Bimët u gjendën në 2 vende të përshtatura në bodrumin e një magazine ku kultivimi bëhej me llamba dhe pajisje të tjera elektrike. Sipas hetimeve, prona i përket Bilal Hasës, drejtori i burgut të Rogozhinës, i cili është shpallur në kërkim. Nuk dihet ende nëse ai ka patur dieni për aktivitetin, por ndërkohë është pezulluar nga detyra deri në përfundim të hetimeve. Banesa është rrethuar dhe policia vion punën në bashkëpunim me grupin hetimor. Gjithashtu është shpallur në kërkim edhe përgjegjësi i OSHE për zonën e Peqinit për shpërdorim detyra. Djetra fermer protestuan këtë të njëjtë kundër pikave të grumbullimit që ndodhen në Dimal dhe Roskovec. Sipas tyre, produkte do të shiten nën kosto duke u shkaktuar humbje të mëdha. Fermerët e serave të bashkive Dimal dhe Roskovec janë mbledhur këtë të njëjtë në një protest kundër pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po e marrin prodhimin me çmime nën kosto. Pikat e grumbullimit e grumbullojnë pa faturë tatimore dhe pa çmim. Nuk e vendosin çmimin që mëngjes, është 500 lekë, është 500 lekë. Po e vendosin në darket ose ditën tjetër. Dhe shteti duhet t'i kontrollojë. Domethënë, ne kërkojmë që pikat e grumbullimit të kenë tabel. Sot po grumbullojnë domate e kanë 500 lekë. 500 lekë le të jetë. Ta kenë të gjithë 500 lekë. Po këta i gënjejnë fermerët, u thon çmime të tjera në mëngjes dhe u pagojnë me çmim tjetër në darket. Se në mëngjes ton 700 lekë, në darket çojnë 500 lekë. Ditën tjetër e ke 1000 lekë. Pa rregull fare, nuk mirret vesh. Të revoltuar nga situata, fermerët pohojnë se vinë nga një sezon i vështirë përmbytjesh, ku nuk kanë përfituar asnjë dëmshpërblim, ndërsa përballë situatës aktuale të çmimeve të ulta, kërkojnë një zëri ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit për të rregulluar tregun. Përmbytet po se mund përmbytet vetë 3 hektare gjys lagër. Dhe akoma s'kemi marrë dëmshpërblim që të mbjellin prap. Unë e kam lënë atje tokën. As e kam kap fare me dorë. Po mora do hes, mora s'kam çaj. Shteti e ka shumë të kollajshme. Ka kapin doganat. Ka pas mbrëm pika këtu që kanë zi me 55 cent. Jashtë. Ku i gjeti ai me 55 cent? Kam 4 dulym. Edhe vëresht e mandarina gjëra. Erdhi komisioni, eri pula asnjë lloj shpërblimi. Ka vajtur te boti atje me të shkruar prap. Ma prujre ka me miell prap për shtyti. Prap doli dhe i ndau glumi. E çuan digën ne nga ishi. Ne çfarë do bëjmë tani, jemi në hall. Sipas tyre janë 500 hektar të kultivuar me prodhime të stinës, të cilët shkojnë kryesisht për eksport që mbajnë gjallë ekonominë e fermerëve. Ata paralajmërojnë se kjo është vetëm një fazë e parë e reagimit të tyre dhe në mungesë të zgjidhjes protesta do të përshkallëzohen në ditët në vijim. Ktu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.